Nderuar anëtar të komisionit, më falenderuar për gatishmërinë për të mbledhur me një lajmërim të shkurtër kësaj radhe. Këtë mbledhje kemi thirrur në fakt edhe me kërkesë të bashkëkryetarit Boçi për të diskutuar bashkërisht agjendën specifike të asaj që diskutuam paraprakisht në takimin e tjetër, që është agjenda e takimeve dhe konsultimeve në terren. Ne kemi bërë një punë paraprake për të diskutuar me bashkit për datat përshtatshme që na përputhen dhe ne, po dhe bashkive duke qenë se do shkojmë territor për të diskutuar me bashkit, dhe me një tipologji kalendari diskutimi. Për të thënë vërtetën, unë pata menduar që kishte qenë mjaftueshme diskutimi mes bashkëkryetarëve, por meqense zoti Boçi mendon që duhet diskutuar me gjithë komisionin, më së të hapur për ta bërë në këtë mënyrë. Ju kemi ndarë një dokument të shkurtër që është propozimi jon për mënyrën se si mund të organizohet një ditë e dëgjesave në territor. Një gjë të ngjashme e patëm dhe në diskutimin në takimin në dokumentin që miratuam tashmë javës që kaloi. Por ideja një takimi gjatë një vizite në një nga qytetet të Qendërqarku është që ne të bëjmë gjatë asaj dite 4 takime. Takimi i parë mendohet të jetë takim me të zgjedhur vendor, njerëzit që janë të zgjedhur në atë qark, do thotë kryetarët e bashkive, deputetët e qarkut, kryetari i Këshillit të Qarkut dhe kryetarët e grupeve të këshillave bashkiak. Kemi futur qëllimisht kryetarët e grupeve të Këshillit Bashkiak që të sigurojmë që të ketë pjesëmarrje nga të gjitha forcat politike në këtë takim të zgjedhur vendor. Ky është presupozohet që është takim relativisht teknik me njerëz që kanë një mandat të zgjedhur në atë qark respektiv. Sipas llogarive tona varësisht madhësisë qarkut, kjo varion një takim që do ketë 20 deri 25 persona të marrin pjesë në takim. Takimi i dytë është sugjeruar që të jetë një takim me stafet teknike të bashkive. Pra bashkitë e atij qarku të përzgjedhin disa njerëz stafe teknike të fushës juridike, të financave, të urbanistikës, çështje sociale, dhe të kemi një takim që ne të kemi mundësi si antar komisionit të pyesim jo vetëm zgjedhurit politik, por dhe stafe teknike për problematikat mbarvajtjet, gjërat që shkojnë apo gjërat që shkojnë në mënyrën se si funksionojnë kompetencat e pushtetit vendor, financat, gjithë ato që janë tema që komisioni ka. Pas saj, presupozohet një drek pune me deputetët, kryetarët e bashkive të qarkut, që të jetë një diskutim pak më i përmbledhur. Dhe pas saj kemi takimin e hapur me komunitetin, ku presupozohet që të kemi me propozimin fakt të opozitës në mbledhjen e shkuar, i zyrtar të zgjedhur të qarkut, personalitetet të qarkut, përfaqësues të grupeve interesit, shoqata biznese, organizata shoqërisë civile, akademik të qarkut. Pra është një takim më i hapur me grupe specifike, ku, siç thash, me propozimin e opozitës janë shtuar dhe të zgjedhurit, ish të zgjedhurit e qarkut, qofshin këto në nivel qarku, nivel kryetar bashkish, deputet që kanë shërbyer më parë në detyra publike, që t'i marrim dhe atyre një opinion për mënyrën se do ecën përpara. Me këtë, kjo është moduli teorik i një dite, i cili mund të jetë i ngjashëm paralelisht në të gjithë gjën. I kemi kërkuar grupit ekspertëve parimisht që na përgatisin dhe një modul të diskutimeve dhe mbledhjes opinionit publik në secilin prej tyre. Në dokumentin e dytë kemi një modalitet të mundshëm të shpërndarjes në kohë të këtyre takimeve. Propozimi jonë është që komisioni të ndarë në 3 nëngrupe në këtë fazë, një që të ndjeki kryesisht qarqet e veriut, një qarqet e qendrës dhe një qarqet e jugut. Çdo nëngrup presupozohet që të ndjek 4 qarqe në këtë mënyrë, dhe e kemi mundësinë që duke bërë secili nëngrup 4 takime, brenda javës parë të prillit tani më në fakt, të kemi mundësi të mbyllim të gjitha këtë fazë diskutimesh. Kishim një agjendë paraprake të cilën unë e pata ndarë që javën që shkoj me bashkëkryetarin, e cila presupozonte edhe një takim të parë në datën 11 mars, që është sot në fakt, për Berat, për të hapur këto diskutime. Kjo për rrjedhoj të këtij takimi dhe kërkesës nuk funksionon më, që mund të ajustojmë, por do të kemi parasysh që duhet të dakordsojmë disa elementë. Pra, ne si antar komisioni, ekspertët dhe bashkit respektive, që është palja që do marrë pjesë për të dëgjuar në këto takime, sigurisht duhet kemi një komunikim edhe me palët respektive.
Këto janë dy agendët, unë jam shumë i hapur që diskutojmë dhe të dëgjojmë nga ana e të gjithë anëtarëve nëse ka nevojë për ajustime apo ndryshime, por synimi kryesor është e mundshme siç shihet nga kjo agendë që me pak punë dhe pak përpjekje nga ana secilit palë t'ia dalim për ta kryer këtë fazë dëgjimore në kohë dhe të mos e çojmë situatën në një ku të kalojmë kohë pas kohe dhe të ngecim në vend. Më vjen keq që u bëhet disa herë që diskutojmë teknikalitete pa filluar ende punën. Po, ju përshëndes, e vërtet është, kjo mbledhje ka rezultuar në bazë kërkesës që kam drejtuar unë si bashkëkryetar, por pas takimit që kam bërë me anëtarët e Komisionit Partisë Demokratike dhe pas paraqitjes së një agjende nga ana e bashkëkryetarit, agjende e cila duket që ka përcjell disa etapa. Mua më vjen keq që dëgjoj vazhdimisht këtë çështjen e kohës. Nuk është koha që bën reformën, është reforma që bën kohën. Nëse ne themi koha, kjo patjetër presupozon që hajde të kryejmë një formalitet, pasi kemi një projekt gatshëm, kemi një qëllim shumë të qartë dhe na duhet që ta mbushim pastaj këtë kohën e përcaktuar me gjitha elementet që të duket sikur reforma është serioze. Ne jemi shumë të angazhuar që reforma në fakt jetë serioze dhe të mos jetë futur në këmisha force, që duhet arrijmë këtë atë dhe duke djegur dhe etapat, por edhe modalitetet se si mund të punojë ky komision në mënyrë efektive me qëllim që të kemi një reformë zgjedhore shumë serioze që pasqyron në radh parë dhe kërkesat që vinë nga qytetarët, por edhe kërkesat që vinë nga vetë njësitë vendore, nga vetë bashkitë, por pse jo edhe nga komuniteti ndërkombëtar, siç edhe ju keni arsyetuar në ato parashtrimet e para. Dhe as pak po doja, nuk është kundër opozita. Nuk është kundër pasjes një agende, sepse është vijimësia e punës së një komisioni, kemi thënë që po do vijojmë me seanca dëgjimore. Por seancat dëgjimore duhet respektojnë disa temi shkallë caktuara. Dhe kush janë këto? Ne akoma nuk kemi konstituuar grupin e ekspertëve. Dhe grupi i ekspertëve ndërkohë duhet kishte vazhduar punën për përgatitjen e një raporti vlerësues, që i bashkangjitet edhe vlerësimeve që vinë bashkangjitet, por ka një raport paraprak, sepse janë dhëna që vinë nga ekspertët, që i disponojnë deputetët, me cilat hynë në seanca dëgjimore, dhe sigurisht që ka dhe një metodologji. Unë sot për herë të parë dëgjova që grupet e dëgjesave do jenë me 25. Unë jam bashkëkryetari, dhe nëse unë s'do kisha bërë dhe s'do kisha kërkuar këtë mbledhje, nuk do ta kisha dëgjuar, se asnjë nga anëtarët e opozitës nuk e di që numri i atyre me cilët do zhvillojmë ne dëgjesën është 25 minimalisht apo i parashikuar. Ndërkohë që ne në mbledhjen tonë që kemi zhvilluar, kemi dalë në konkludimin që duhet jetë një palë tretë në bazën e një projekti, cilin ne kemi kërkuar si bashkëkryetar tek ambasadat zvicerane që përkujdeset dhe të merret me organizimin e agendës dhe dëgjesave të komisionit. Ndërkohë që unë mendoj që nuk mund të nisin dëgjesat, jo për fituar kohë, se unë nuk e kuptoj pse na akuzoni për këtë. Çfarë kohe do fitojmë ne? Ne jemi në fitimin e kohës. S'ka arsye që ne të fitojmë kohë. Ne duam të bëjmë reformën. Nuk mund të nisin dëgjesat pa ndërtuar faqen web të komisionit dhe element tjerë cilët ndihmojnë komunikimin me publikun, sepse ne po bëjmë në këtë formë një reformë të mbyllur politike brenda përfaqësuesve tan politik, ndërsa ai që është i interesuari i parë, i interesuari kryesor, ai nuk merr asnjë informacion. Ne shkojmë, bëjmë takime, dëgjesa në qarqe me këshilltar, me teknicien në thonjza dhe gjithçka mbyllet brenda zyrave të këtyre bashkive kur dihet në shumicë për arsye të thëna nga ne, pranuara nga faktori ndërkombëtar,
dominohen nga Partia Socialiste. Dhe s'mund thuash këshilltarët janë staf teknik. Staf teknik janë ato. Ato janë njerëz politik. Diskutimi është qartësisht politik. S'mund thuash që njerëzit që vinë nga administrata e bashkisë janë staf teknik. O ka kriteri rigjide politike për të zgjedhur ata që punojnë në bashkinë në Shqipëri, o nuk ka në një vend tjetër. Konkurohet me qeverinë qendrore, por kjo është e vërteta. Do të thënë, këtë vërtet ne të gjithë e dim dhe duhet të bëjmë atë pjesën sikur nuk e dim. Jo, fare. Prandaj edhe ne kemi kërkuar këtë mbledhje që komisioni të hyjë në rrjedh normale, pa u vendosur në kufizime. Duam të arrijmë kohën, po patjetër. Jemi të angazhuar? Po, sigurisht jemi të angazhuar. Brenda logjikës së rrjedhjes së etapave të punës së një komisioni që vërtet realizon dëgjesa reale, realizon një punë efektive, jo të paragjykuar mbi bazën e një rezultati tashmë të përcaktuar, por të një rezultati që vjen si pasojë e gjithë punës së komisionit. Kjo është ajo që duam të ndërtojmë. Dhe ne duhet të ecim në këtë logjik, që mu më duket logjik normale. Aq më tepër, të mos harrojmë një element shumë të rëndësishëm. Gjesat nuk mund bëhen vetëm në këto ambientet e mbyllura. Nuk mund ta bëj bashkia, sepse edhe nuk mund bëhen në ambientet e bashkisë X apo Y, qoftë e majt apo qoftë edhe e djathtë. Duhet jetë krejtësisht vend neutral, thash organizatorët janë përtej përfaqësimit politik, pariteti i pjesëmarrësve është i domosdoshëm, qofse bëhet me 25 e bëjmë 26 dhe ne kemi drejtën të rasim 13 përfaqësues tanët, ju 13 se paritet do shkojmë dhe të vijojnë ndërkohë diskutimet. E rëndësishme është që diskutimet të jenë efektive, të jenë online, të jenë të shfaqura, që publiku që është interesuar të jetë në ndjekje të punës së komisionit. Nuk mundemi ne në një ditë të bëjmë 3 qarqe, nga 4 takime, 12 takime brenda një dite, dhe në media dalin vetëm fragmente, vetëm pamjet tona që flasim dhe ngrejmë teza, dhe ndërkohë publiku nuk merr asnjë informacion nga kjo gjë. Ne duam që po t'i bëjmë me qarqe, në një ditë, një qark i caktuar, dakord me grupet e deputetëve, do edhe ne I kemi ndarë, edhe si pas tematikave dhe si pas rajoneve temi geografik më shumë, dhe ka deputet që duan të marrin pjesë në 6 takime, janë të interesuar për shkak të aktivitetit politik, të interesit tyre personal. Unë kam kërkesa nga ekspertët që të marrin pjesë në 12 qarqe, por nëse ne realizojmë takime, dhe nga deputetët kam që të marrin pjesë në 12 qarqe, nëse ne realizojmë takime brenda një dite në 3 qarqe njëkohësisht, kjo atëherë nuk funksionon. Plus, për më tepër, nuk ekziston dhe logjistika e zhvendosjes. Dalim në një element shumë të vogël, por që është realisht I tillë. Dhe ajo që është më kryesore, që unë e konsideroj më kryesore, kur thohet dëgjesa publike, unë po e heq fjalën dëgjes edhe po e le vetëm publike. Publike kuptohet më gjerë se sa një këshilltar, se sa kryetar bashkish, se sa ish kryetar bashkish. Ka publik edhe që është I interesuar shumë për këtë reformë, që I shkruajnë dhe komisionit, por zgjen ku, mund I shkruajnë me letra deri më tani, por që do I shkruajnë edhe online në një moment të dytë, dhe kërkojnë dëgjesa nga ana jonë. Nëse ne sulmojmë dëgjesat, I mbyllim, atëherë s'do kemi as kohë për të konsideruar kërkesat e tyre, as kohë për të dëgjuar dëgjesat, problemet që ato pasqyrojnë. Unë që sot kam kërkesa, e kam thënë, kam kërkesa nga Klosi, nga Maqellara, nga Burreli, nga Nivica më morën, nga Himara më morën, sa po vija, se nuk kanë formë, nuk din ku të përplasin, nuk din ku tikin. Dhe formë tillë kaotike nuk mund të vazhdoj ky komision, thoj që ka përcej, prandaj dua që të jemi të kujdesshëm. Të ndërtojmë komunikimin me publikun nëpërmjet këtyre elementeve, sepse atje ku duam ne themi që konsultat publike, jo më larg se dje tek diskutimi I planit strategjik të kuvendit, na u referua që konsultat publike për ligjin janë online. Kush do ty online? Ndërkohë këtu ne nuk I bëjmë online. Edhe ajo paraqitet si arritje, si strategji e punës kuvendit. Po kur është strategjia e punës kuvendit? Ne këtu pse nuk bëjmë konsulta online për gjitha gjërat, ose
komunikime të tilla. Prandaj kërkesa jonë është e këtillë. Po për agjendën, po për takimet, për agjendën pa definuar në formën që ju na e keni sjellë, por duke diskutuar dhe duke vendosur, pa pasur një trysni dhe t'jeni të bindur që pa pasur trysnin e kohës, ne do ecim më shpejt se sa duke pasur mbi supe trysnin e kohës. Të realizojmë dëgjesa, thash ka Klosi, Burrelli, ka dhe Mirdita, ka dhe tjera, që në vazhdimsi do shtohen, ka shumë komunikime, Belshi në Elbasan ka interes, Cërriku ka interes, Prenjasi ka interes, gjithmonë kanë interes dhe ne duhet jemi shumë ndershëm me komunitetet, me njerëzit. Nuk mund, themi ne, jemi ne ata që e dim se si bëhet kjo reformë. Jo mëse nga ata njerëzit e thjesht dalin ide shumë geniale, edhe që ndjekin një vazhdimsi shpirtërore, historike, traditash, që ndoshta ne këtu si politikan nuk i kemi përjetuar, nuk i njohim dhe nuk i dim. Hajde pra t'i dëgjojmë, kemi shansin më të mirë, më të bukur, më të mundshëm që të dëgjojmë komunitetet dhe të marrim në konsiderat gjithçka që ata duan të pasqyrojnë dhe t'i paraqisin si kërkesa. Po, e dim ka një, domethënë, defekt, e folëm këtë, ka një defekt edhe do regjistrohet dhe do transmetohet. Kështu që do regjistrohet, prandaj gjitha diskutimet të jenë sikur mbledhja është online. Dakord? Se e di që ka një zhvendosje në këtë rast të fokusit. Po. Atëherë ta fillojmë nga majoranca apo ta fillojmë nga opozita? Po, atëherë zoti Elezi, fjala për ju. Unë kam, domethënë nuk e shoh njësoj këtë çështjen, për mua koha është shumë relevante, pa diskutim, pa prekur cilësinë, por kemi humbur tashmë mbi 4 muaj. Domethënë nuk e di kur do fillojmë nga puna. S'po fillojmë, po diskutojmë si do punojmë akoma. E dyta, nuk e di këtë gjën që thatë në organizojnë organizat, donator, takimet, ne jemi deputet Republikës Shqipërisë, ne kemi tagrin si reformë të organizojmë ne dëgjesat. Nuk e di pse du të organizoj një palë tretë, thu se kemi nevojë për një gjë mirë kuptimi dhe mund të organizojmë edhe në formatet që ju dëshironi. Dhe kam problemin që nuk mund ka ardhur asnjëherë, domethënë vim vetëm me materiale që janë propozimet tona, ndërkohë s'kam parë në një rresht të shkruar propozimet nga opozita. Domethënë vim këtu vetëm për të marrë kohën që të debatojmë se si ta kritikojmë dokumentin që paraqitet nga grupi parlamentar socialist, por nga ana tjetër nuk kemi alternativën të përgatitur se çfarë mendoni ju konkretisht. Ju i thatë ca gjëra tani, mbi disa mund të bijem dakord, por nuk s'ka propozim. Dhe mendoj që nëse vazhdojmë kështu, unë besoj që nuk e marrojmë as në 2040-ën me këtë lloj ritmi. Domethënë ritmi kërkon, nevoja është që ne të punojmë sipas mandatit që na ka dhënë Parlamenti. Parlamenti na thotë deri në korrik duhet keni këtë produkt dhe ne duhet dalim me një produkt, sepse këtë vendim kemi marrë në mënyrë të përbashkët. Pastaj në rast se do gjendemi në afatet që ne e kemi kryer me intensitet maksimal dhe nuk e di pse do të mërdit. Dhe s'na del kohë, hajde ta diskutojmë atëherë, por ne s'po e nisim mirë. Kështu që jam shumë i shqetësuar dhe do dëshiroja sa më shpejt nga të gjithë që ne të nisim dhe të përcjellim edhe me formatet online dhe në bashkitë ku është nevoja, të sillim ato në tryezat tona. Ndërkohë që puna nga ekspertët ka filluar dhe ne sa materiale përgatitore i kemi të bollshme sepse është bërë një herë ky ushtrim. Është bërë në 2022-2023, disa për jush kanë qenë, ka pas komisionet përbashkëta, ka studime, ka analiza, ka një sër materiale që ne i kemi. Nuk është se po shkojmë dhe s'kemi asgjë. Kështu që lutem, do i lutesha shumë, ndryshe më duket sikur kthehemi gjithmonë në pikë zero. Po, faleminderit. Atëherë në raport me kohën, edhe unë, edhe kolegët e mi jemi shumë shqetësuar, sigurisht thash që ne duam që të kemi një përfundim në kohën e dur, logjike politike dhe zgjedhore, sepse ky është ai afati, që ndoshta nuk është koha e thënë nga X apo Y, s'ka rëndësi, edhe ajo mund të jetë një kohë kufi. Ndërsa për çështjet e marrjes vendimeve, të agjendave që dikush sjell të shkruar dhe ne nuk po e sillim shkruar,
nuk ka çeduar se ne nuk dim të shkruajmë. Edhe s'dim të ndërtojmë agenda me orare dhe me ditë se është gjëja më thjeshtë që mund bëhet. Çështja është që agenda është kompetencë e këtij komisioni dhe e përcakton dhe e diskuton ky komision. Ndërkohë që ky komision është mbledhur herën e fundit 2 javë të shkuara ose ndoshta dhe më shumë. Dhe në këtë rast ka qenë mungesa e iniciativës për të mbledhur komisionin jo për të shkruar dhe për t'i definuar, se nëse do e shkruaja unë dhe do ja sillja, unë do hezitoja, sepse s'mundet që unë ta sjell pa e diskutuar bashkë. Se ja ku dolëm këtë diskutimet që po, kjo agenda duhet bë, por në bazë të respektimit të disa etapave për cilat bijemi edhe dakord bashkë. Dhe për punën e ekspertëve, unë nuk mund të nisem, unë s'jam marrë një herë me reformën territoriale, megjithëse kam përvojë gjatë politike në parlament, nuk ka qelluar rasti. Kjo nuk do të thotë që unë të supozoj që ka materiale të punuar nga të tjerët në kora të tjera. Të paktën, më thënë, për punën që do bëj këtu, do t'i ballafaqoj bashkë me dhënat që sjellin ekspertët momentin e tanishëm, patjetër. S'është logjike mos ketë reforma historinë e vet. Ka dhe 2014, 2015 dhe 2022, dhe sigurisht unë dua dhënat e freskëta, se unë po erdha në dëgjes me dhënat e 2022-shit unë kam bërë autogol. Direkt, i pari, unë s'mund nisem me dhënat vjetra, të bëj biseda të reja, të ide të reja. Do i ballafaqojmë, patjetër, zoti Elezi, jam shumë dakord. Por ama ne këtë punë duhet ta kishim bërë. Ka pengesë nga kuvendi, e di, nuk është, domethënë, faj në këtë rast i juaj, nuk ngarkova asnjë me faj. Kuvendi duhet kishte nxituar, shpejtuar vendimet e byros, të ishim mbledh ekspertët, është lënë që ne do i mblidheshim dhe ekspertët merrshin mandatin, nuk kanë marrë mandatin, ndoshta kanë punuar tuaj edhe tonët. I kam mbledhur unë, i kam mbledhur si njerëz që i kam thirrur vullnetarisht ata. Se tashin ne jemi politikanë, ata s'janë politikanë, po edhe vullnetarisht tani më duket i çik kanë punuar me pasion sepse kanë dëshirën, por ne t'i japim një autoritet. Ata nuk vinë këtu të jenë prezent përveç të elitit për shembull. Pse mos jenë ekspertët, kanë dëshirë të marrin pjesë në gjitha mbledhjet tona, disa për njohuri, për të marrë pjesë në debat. Dhe prandaj themi që mos i djegim etapat. Kemi nevojë për vendim të përbashkët këtë byroja, po më iki unë me bashkëkryetarin, i bijem dyreve të rënda parlamentit, t'i hapim edhe po na pengojnë atas, po pengon opozita, majorancën dhe anasjelltas, them drejtën. Dhe mbi bazën e kësaj ne të jemi serioz, se dukemi shumë kaotik, rumuj, do marrim ekspertët, ju do thoni, kush është ky eksperti? Do të them unë, prit se ky është eksperti im. Ndërkohë që ekspertët ne duhet gjithë t'i njohim, se kanë mandatin ato, dhënë nga ne si komision. Prandaj thash, ky komision ka nevojë për seriozitetin e duhur. Dhe ajo pjesa që kërkoj unë duket logjike, s'mund të bëjmë 12 takime, 3 qarqe në një ditë. Jo, nuk mundemi. Është mbi ngarkesë informacioni shumë e madhe. Një qark në një ditë, ne nuk kemi vetëm antar të Komisionit të Reformës Zgjedhore, kemi angazhime politike të jashtëzakonshme, edhe brenda parlamentit, por edhe si politikan jashtë parlamentit. Ndoshta opozita më shumë, majoranca më pak, ose nuk e di mund keni dhe ju më shumë, por nuk kemi në çdo moment, prandaj duhet jemi bashkë që po bim dakord me këtë agjendë, përcaktojmë dekorat, mundësitë edhe të zëvendësimit, sepse ne themi që është punë e përbashkët. Tashi mund vjen keq kur e dëgjoj, kanë punuar ekspertët tuaj dhe ekspertët tanë. Nuk janë ekspertë atëherë ata. Ata janë politikan me termin ekspert, se unë e di që duhet punojmë bashkë këta ekspertët, se reforma do ketë konkludim të përbashkët, që do kenë akses në informacione, në databazet e qeverisë, duan dhëna nga instatit, fresta, reale, të vërteta, në institucione që ata i besojnë. Edhe ne marrim vendime që mos kenë pengesa. Kështu rakordohet puna dhe pastaj vazhdohet edhe me dëgjesat. Me dur në gjepa, me 2022-shin unë në dosje, në sqetull, edhe do i them atit këshilltarit bashkisë Shkodrës që tashin a jep pak mend ti se si mund që ndroj Shkodra bashkë apo veç. Nuk shkon kjo punë. Faleminderit. Megjithëse kryetari her pas here bashkëkryetari më ka kritikuar për faktin që mos flasim pas çdo folci, po meqense u ngritën disa çështje që mendojnë që duhen të adresuar përpara se të japim fjalën. Ju kërkoj ndjes, po meqense u bë 15 minuta bisedë. 2-3 gjëra për të qartësuar publikun.
që na ndjek. Spari, në mënyrë sistematike, që ditën e parë kur është krijuar komisioni, që mbledhjen e parë, kemi sjell një agjendë për të dakordsuar disa pika kyçe në cilën do të kaloj puna jonë. Më pas kemi sjell një dokument strukturuar për një seri punësh që do të bërë dhe kemi rënë dakord për një pjesë të gjërave. Tani në mënyrë sistematike sillni një temë të një hipoteze, janë gjërat gati, i keni bërë gjërat gati dhe ndërkohë që për këtë ka vetëm një hipotezë të ngritur nga mosbesimi, nga paranoja, nuk e di se çfarë. Për këtë që them unë, që është në mënyrë sistematike, opozita e ka vonuar për ta çuar këtë proces kalenda greka, ka fakte të ndodhura tashmë. Humbën fillimisht 2 muaj. U mblodhëm, miratuam agjendën, kalendarin tërësor punës. Tani, nëse ne do shkojmë ke pika që do duhet që të mblidhet komisioni i gjithë për diskutuar nëse do jemi datën 3 apo datën 5, datën 11 apo datën 12 në qytet caktuar për diskutuar, atëherë kjo gjë nuk mbaron as për 100 vjet. Dhe këtu duket që ka një agjendë caktuar për të mos bërë punë. Dhe nuk ka asnjë element këtu të diskutimit. Nëse ne do flasim për ristrukturimin e pushtetit vendor në Republikën e Shqipërisë, nuk e bëjmë dot të pa folur me kryetarët e bashkive dhe të zgjedhur vendor. Pra, kur unë them që nëse ne shkojmë në qarkun e Shkodrës, bën 25 apo 27 apo 32 veta, ky është një produkt i kësaj listës këtu. Janë kaq kryetar bashkish, kaq deputet, një kryetar këshillit të qarkut, një prefekt dhe nga 2 kryetar grupesh apo 3 kryetar grupesh për grupet e këshillit bashkiak, del një produkt numri. Pra, dhe këta njerëz që kanë një mandat, dhe sigurisht që kur ne të fillojmë diskutimin, patjetër që ne diskutojmë me qytetarët. Por diskutimi pa dyshim që fillon me njerëz që kanë një mandat politik. Dhe besoj që ne nuk mund të themi që ne nuk do shkojmë të flasim apo të bisedojmë me persona të cilat janë zgjedhur në këto vende. Dhe kjo vlen për pavarësisht kush i zgjedhur, na kërkuat me drejt që të përfshim në këto diskutime ish zyrtarët e zgjedhur. Tham dakord patjetër, ti përfshim. Ish deputet, ish kryetar bashkish, ti përfshim patjetër se kanë dhe ato opinion, por ama çdo herë që ne ecim një hap drejt punës, del një problem tjetër për të mos bërë punë. Pra, për mos filluar një proces diskutimi, patjetër ngrihet çështjen e faqes webit. Nuk na duhet faqja webit për të bërë një bisedë me të zgjedhur vendor të Shqipërisë. Se ne shkojmë, ulemi, shkojmë në një qytet, i thrasim këtu në sezonit, shkojmë atje dhe bëjmë një bisedë me këta njerëzit. Nuk na duhet një faqe web në këtë moment për të folur për të kuptuar nga drejtorët e financës së bashkive, çfarë shkon apo çfarë nuk shkon në financat vendore. Për të folur me ato që merren me shërbime sociale, çfarë shkon apo çfarë nuk shkon në ofrimin e shërbimeve sociale. Për të folur me njerëz të urbanistikës, për të kuptuar çfarë shkon apo çfarë nuk shkon në mënyrën se si funksionon urbanistika në këtë vend. Dhe duke pasur mundësinë që ne të flasim me këta njerëz, kuptojmë problemet që duhet zgjidhim. Nuk na pengon asgjë që ne të bëjmë fazën e parë dëgjimit të dëgjesa me këto njerëz. As fakti që nuk janë emëruar, nuk janë formalizuar ekspertët nga ana e byros, ushtrim që shpresoj dhe besoj të ndodhi këto ditë, nuk na pengon që ne të fillojmë punën. Se kjo janë punë, procesi ndodhin paralelisht, që ne të shkojmë dëgjojmë. Nga ana tjetër, diskutimi që ta ndajmë këtë ushtrim sërish në kohë, unë nuk besoj që diskutimi që ne do bëjmë në Vlorë duhet jetë i gjithë komisioni, kur mund të përfaqësojnë një grup nga Partia Socialiste, një grup nga opozita, ta bëjmë diskutimin. Dhe paralelisht me këtë, se është duke ndodhur një diskutim në Shkodër një ditë, nuk ka asnjë problem, sepse të dyja këto gjëra vendosen në faqet web dhe të parlamentit, dhe të tonat personale, dhe të komisionit, faqen e posaçme të komisionit, dhe kush do ta shohë, e shef se teknologjia na ka dhënë këtë mundësi, ta ndjeki, por ama ne nuk kemi nevojë pse presim të gjithë që të bëhet takimi në Vlorë dhe pastaj të gjithë presim që të bëhet takimi në Gjirokastër dhe të gjithë presim që të bëhet takimi në Kukës. Ndërkohë që duke bërë këto ushtrime paralele, mbledhim informacionin paralelisht, mbledhim opinionet paralelisht dhe ecim përpara me procesin. Sërish, kjo logjik më çon mua të besoj atë që thash në fillim, që këtu në vend që të kemi një agjendë dhe gatishmëri për të filluar punën, në fakt kemi një agjendë për të shtyr javës tjetër, pas një jave, pas 5 ditësh, pas 2 ditësh, të takojmë edhe një herë, ose flasim edhe një herë, që ne të mos fillojmë punën dhe ta çojmë reformën kalenda greke. Dhe kjo gjëja tashmë për fat keq
kemi prova për këtë gjë. Dhe unë prap në mënyrë sistematike jam i gatshëm të jap atë gjethen e Dafinës, çdo kërkesë që opozita ka sjell e kemi pranuar, por duhet të fillojmë punë. Dhe duhet të fillojmë punë. Zoti Masniku, atë gjethen e Dafinës mbajeni vetë se ne kemi dalë në njëherë foto çillak. Kështu që takzoni atë dhe përdoreni në mënyrë efikase. Ndërkohë mos dalim në përsëritje, sepse ky komploti që ju pas këtë zbuluar, nuk e di ju kanë ndihmuar organet e shërbimit informativ shqiptar, që ne po bëjmë një komplot kohor për të sabotuar reformën territoriale. E heqim këtë lloj retorike, sepse nuk shkon. Keni prova dhe fakte, nuk e kuptoj. Deklaratat e juaja janë drejt këtij orientimi, shumë prova dhe fakte. Sigurisht që prova dhe fakte që janë pretendime të drejtuesve tuaj të bashkive në zonat caktuara që e din shumë mirë se ku do shkojë reforma territoriale dhe nuk hezitojnë që t'i ndajnë edhe me njerëz të tjerë apolitik apo njerëz që mendojnë që nuk kanë lidhje me opozitën. Tash Shqipëria ky është vend i vogël, është edhe normal. Edhe deklarata tjera të drejtuesve tuaj politik, por provë më të madhe se sa hajde ta bëjmë patjetër brenda një kohe kur thash koha nuk e prodhon koha reformën. Se është një objektiv koha, jo më nuk është koha, është reforma objektivi. Dhe koha është element veshës i reformës. Koha mund të jetë korriku, mund të jetë shumë mirë të jetë korriku, kemi asnjë lloj kundërshtimi fare. Por të ndërtojmë etapat, se thatë që duhet komunikimi online, po se kemi pra komunikimin online, që të fillojmë dëgjesat. Nëse do ishim Berat, ku do e komunikonim online për publikun e Beratit, për shembull, nëse kemi faqen web. Dhe pse e kërkojmë ne, po bëjmë blasfemi, jo, fare, po kërkojmë që të ndërtohen këto etapat. Ne kemi kërkuar tek ambasada zvicerane që nëpërmjet projektit Bashkitë të Forta të ketë një mbështetje nga ana e tyre dhe për logjistikën dhe për faqen web dhe për organizimin e takimeve. Nuk përmendam fjalën time, mos kemi takime me kryetarët e bashkive. Fare, thash po, por dhe qytetarët. Thash është më kryesori qytetarët. Nuk thash unë që nuk vlen kryetarët e bashkive. Pra, ti marrim gjërat në kuptimin e drejt për drejt thënies tyre, mos i mbeshim ato pastaj që ju i përmendet për ne, që janë paranoja, janë paragjykime etj. S'kemi asnjë lloj paragjykimi, asnjë lloj paranoje, asnjë lloj dëshire për të penguar, përderisa unë faktova këtu dhe është vërtet që grupi i ekspertëve ka aq kohë sa ka mbaruar mbledhja e fundit që punon, që ne i kemi thirrur, kemi ndarë edhe sipas tematikave dhe detyrave, tregon qartazi. Por është e zauruar koha e vullnetarizmit. Nuk kanë status dhe nuk na shkon ne pa i dhënë një status dhe sepse do i kemi bashk në dëgjesa këta njerëz. Dhe unë po kërkoj ca element formal, real, që ndihmojnë ecjen e punës tonë përpara. Mos mbetemi ke këto diskutime, duhet i pranojmë ca gjëra, që duhet kalojnë ato etapat e veta, janë burokraci. Po më burokraci, po janë procedura. Megjithatë, më thënë se e di që do hyjmë në këto debate, kam një kërkesë edhe nga pjesa e antarëve të opozitës, kërkojmë 10 minuta pushim sa të diskutojmë 2-3 çështje që i dolën tani dhe i kemi themelore për të marrë edhe në një vendim. Besoj na mirë kuptoni 10 minuta, vetëm 10 minuta dhe pastaj vijojmë. Dakord? Në rregull, faleminderit.